Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur supën e gjysheve tona, e cila na rriti, është kaq e shëndetshme dhe kaq e shijshme. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një tigan ose tenxhere dështojmë 50 gram gjalp dhe një zog fshati. Nëse nuk ju gjendet zogu i freskët i fshatit, mund ta përgatisni me mish pule. Unë ndodhem në Shqipëri këto ditë dhe e kam përgatitur me zog të freskët fshati. E skuqim për pak dhe më pas do shtojmë ujë, krip dhe do ta vendosim të zjej. Kjo është receta që na rriti, receta e gjysheve tona, ashtu si çdo recetë e gjysheve që nuk të dështon asnjëherë, janë receta me pak përbërës, por me shije dhe mjaft vlera. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. E vendosim të zjej, ndërkohë që mishi zihen. Në një enë do përzihem 250 gram kos, 2 deri në 3 lugë miell. Nëse dëshironi miellin edhe mund ta skuqni, unë në këtë rast nuk e skuqa. Një majluge spec të kuq, të ëmbël, 2-3 thelpinj hudhra. Masën e përzihem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Pasi masën e kemi përzier dhe mishi ka zier, do marrim nga lëngu i tij dhe do ta përziejm masën me kozë dhe miell që përziejm në mënyrë që të bëhet një masë e njëtrajtshme. Dhe pasi është gati, do t'i bashkojmë të dyja masat, pra do t'a shtojmë në tenxherën ku zjem mishin. Do t'a lëm të gatuhet edhe për pak minuta sa të trashet masa dhe e keni gati. Gjyshja ime e servirte edhe me pak gjalp të skuqur, por unë duke qenë që vendosa në fillim, nuk shtova gjalp shtesë. Ja më thoni ju, a ka recetë më të thjeshtë se kjo dhe kaq shumë të shijshme? Provojeni dhe shijojeni. Pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.